إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj, dashmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç se Allahut dhe se Muhamedi është robi i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Janë disa momente, disa çaste që njeriu i përjeton në jetën e tij. Këto çaste janë të rëndësishme për jetën edhe rrugtimin e tij. Nëse ndalet edhe mendon edhe i kujton, shpresohet për të mirësi dhe shpresohet që ndoshta do të dikon në rrugtimin e tij, të qenit fatlum apo të qenit fatkeq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha innamal a'malu bil khawatim. Veprat vlerësohen sipas fundit të tyre. Çdo vepër që muslimani e bën, fundi vetëm se e dëshmon. Do thotë që jeta jote krejt që e jeton, në fund vlerësohet se si ke jetuar. Ti ka mundësi për me shpreh edhe me vepru diçka që në sytë e njerëzve është e mirë, po brendësinë e di veç Allahu subhanallahu. Kjo brendësi një ditë prej ditëve do të dalin shesh. Edhe kur del, atëherë do shfaqet sa ke qenë i sinqert dhe veprat e tua sa kanë qenë sinqerta me Allahun subhanallahu. Prandaj shef njerëz të cilët veprojnë, punojnë, por fundin e kanë të keq. Dhe shef të kundërtën, e shef një njerëz i cili ka qenë gjunaqar, mëkatar, megjithatë fundi i tij është i mirë. Fundi i mirë nënkupton që njeriu të vdeset duke punuar vepra që është Allahu subhanallahu i kënaqur me to. Vepra të cilat e afrojnë tek Zoti i tij. Vepra që Allahu subhanallahu i ka dhënë mbarësi të i punoj, edhe të afroj sa më tepër robën e tij dhe ashtu t'ia merr shpirtin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith tjetër tha: kur Allahu ja do një robi të mirën e shfryzon, i thënë ja Rasulullah. E si e shfryzon Allahu robën e tij? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu jep mbarësi që të punoj vepra të mira dhe ashtu i merr shpirtin atij, duke i punuar ato. Me një ditë tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kur Allahu ja do të mirën robën e tij e pastron, i thon ja Rasulullah. E si e pastron Allahu robën e tij? Tha: i mundson, e frymzon ta punoj një punë të mirë, pastaj ja merr shpirtin atij duke e punuar atë. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ashtu si vdes, ashtu do ringjallet robi. Ashtu si vdes, ashtu do ringjallet ditën e Kiametit. Vdes duke bërë haram, ke mu ringjall me haram. Vdes duke qenë sejdë, ose duke qenë ruku, ose vdes duke qenë xhami, ose vdes duke punu një adhurim prej adhurimeve që Allahu subhanallahu është i kënaqur me to, ose një vepër e përditshme e cila pëlqet, ose lejohet, ashtu do ringjallet me lejen e Allahut subhanallahu. Gjitha këto hadithe neve na përshojnë një mesazh që qemi sa më të kujdesshëm për sa i përket veprave tonë dhe rrugtimit tonë, sepse nuk dihet fundi se si do të jetë. E nuk ka lumturim më të madhe për një rob dhe nuk e gëzon më shumë ti një rob se sa ta përfundojë jetën e tij me dy dëshmit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden rasulullah. Ai i cili e do Allah dhe do takimin me ta, e shpreson përfundimin e tij të jetë i tillë, duke dëshmuar në fund jetën krejtësisht me çka ka jetu. Sepse ai i cili e do këtë fjalë dhe ja ka frikën kësaj fjale, ai shpreson që në fund nëpërmjet kësaj fjale ta fitojë xhennetin e Allahut azza xhel. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammeden rasulullah. Ta kush e thot këtë dhe e takon Allahun me këto dy fjalë, pas një lloj dyshimi të, nuk ka asnjë lloj dyshimi në atë që e shqipton dhe në atë që e beson, vetëse Allahu do t'ja mundsojë që të jenë në xhennetin e Allahut azza xhel. Po ashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush e thot fjalën la ilaha illallah dhe fjala e tij është kjo e fundit, ai njeri do të hyjë në xhennetin e Allahut azza xhel. E bodher një ditë prej ditëve dëgjoi pejgamberin e Allahut azza xhel duke thënë që kush e përfundon jetën e tij me la ilaha illallah, e thot edhe vdes pas asaj, vetë do të hyjë në xhennetin e Allahut. E bodher çudit. I tha ja Rasulullah: edhe nëse vjedh, edhe nëse pas zino, edhe nëse vjedh, tha po. E bodher mbeti thot nuk bindej. I tha ja Rasulullah: edhe nëse vjedh, edhe nëse pas zino,
Tha po, ja Rasulullah, edhe nëse ban zino, edhe nëse vjedh, tha po, qoftë kjo, edhe në mos i pëlqejt kjo e Budharit. Ai do të hyjë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Kjo nuk kupton me këta ditë për mesisem, si shoti edhe Ibn Rejepi. Kjo tregon që njeriu i cili bën zinë ose vjedh nuk e pengon ky realitet që të hyjë në xhenetin e Allahut nëse ka tauhid me vetë. Dhe kjo është e vërtetë dhe thot nuk ka asnjë lloj dyshimi, sikurse ai person do të dënohet me lenin Allahut edhe nëse e ka tauhidin. Nëse Allahu azza wa jall nuk ja fal atij dhe nëse ai nuk pendohet nga veprimet e tij. Mirë, po kjo tregon që veprat të cilat i ka përmend pamësim nuk e nxjerrin njeriu nga Islami. Dhe personi i cili jeton si musliman dhe bën gjunohe të mëdha nuk e nxjerrin nga Islami. Megjithatë, ato e rëndojnë, ato ja vështirësojnë jetën e tij. Dhe nëse ai nuk pendohet para Allahut dhe para se t'ia marrë shpirtin, atëherë mbetet në mëshirën e Allahut. O Allahu e dënon, o Allahu e fal edhe e fut xhenetin e tij. Po edhe nëse e dënon, do të mbetet për një periudhë xhenimin e Allahut e pastaj do të futet në xhenetin e Allahut azza wa jall. Po ashtu pejgamberi sa më thonë di një fjalë, që kush e thot atë fjalë edhe thot me sinqeritet, nga zemra e tij do të hyjë në xhenetin e Allahut. Dhe Allahu nuk ja ndalon atij xhenetin e Allahut. Fjala la ilaha illallah. Po ashtu pejgamberi sa më tha, kush thot la ilaha illallah dhe me atë e synon fytyrën e Allahut azza wa jall, dhe me atë përfundon jetën e tij do të hyjë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Po ashtu pejgamberi sa më tha, kur Allahu ja do një robi të mirën e ëmbëlson i tha një Rasulullah, çfarë do thotë me ëmbëlsu? Çfarë do thotë ta ëmbëlsoj robin e tij? Tha pejgamberi sa sem, ati i hap dyert e veprave të mira, dhe ai vepron me ato vepra dhe kështu i merr shpirtin atij duke i punuar ato vepra të mira. Fjala la ilaha illallah është e lehtë për shqiptim. Është e lehtë, mirë po nuk është e lehtë për zbatim. Për shkak se kërkon besim dhe kërkon bindje të plotë dhe kërkon që të respektohen kushtet që i ka kjo fjalë. Dhe në mesin aty është falja e namazit, edhe veprat e tjera po esenca, baza, themeli është pikërisht falja e namazit. Nëse ti beson Allah dhe i largosh çdo idhujtarie dhe e fal namazin, me lenin Allah për ty shpresohet hajër dhe shpresohet mirësi. Mirë po vetëm se të thuash la ilaha illallah, edhe pastaj shpresosh pikpyetja është a ka mundësi për me shqiptu në fund, sepse çdo njeri prej neve dëshiron për me shqiptu. Mirë po Allah nuk jam mundson secilit. Kjo është mbarësi prej Allahut që ja jep robit i tij. Ai i cili e shqipton dije që ai person ka pas raport mirë me Zotin e tij dhe pendimi ka qenë i sinqert ndaj Zotit të tij. Dhe kur ja shkthyi Allahut, a shkthyi me sinqeritet, andaj nuk mundet secili ta shqiptojë atë fjalë. Allah nuk ja mundson secilit. Është e lehtë, po e shihni se secili kush e përfundon jetën e tij me këtë fjalë, padyshim se do të hyjë në xhenetin e Allahut. Mirë po, këtë fjalë nuk e shqipton përveç atij i cili i ka besu dhe ka punu dhe ka shpresu që jetën në fund ja morë Allah duke e shqiptu këtë fjalë. Andaj nuk duhet që të mashrojmi dhe nuk duhet që të futemi në për iluzionit të ndryshme se pas ka mundësi për me shqiptu dhe me në xhenet, ndërkohë jetën tonë ta çojmë në epshe edhe në për gjërat të cilët Allah nuk është i kënaqur me to. Jeta jonë tjetë kaos, mirë po përfundimi jonë fund tjetë i mirë. Jo, duhet patjetër luftë me nefsin, edhe mund përpjekje që sa më tepër më ofru Zotit me qëllim që Allah zotëgjel në këtë formë ta mëshirojë robën e tij dhe t'ia mundsojë në fund ta shqiptojë dëshminë. Të partan e kishin një brengë, e kishin një frikë, dhe frika e tyre nuk ishte e vogël, frika e tyre ishte e madhe. Ata e kishin bindjen se në fund është ajo lufta mes tij dhe mes shejtanit dhe mes çdo gjë që e pengon mes tij dhe mes Allahut azza wa jall. Sufjan al-Thauri në momentet e fundit të jetës së tij filloi të çaj. Edhe i tha i cili ishte i pranishëm me të, i tha pse po qan, a ke bërë shumë gjunohe? I tha gjunohet e mia janë shumë të lehta. Edhe mori diçka prej tokës dhe tha gjithë ato gjunohe që kam bërë janë më të lehta se sa kjo. Po frika ime është që mos merret ose mos të më merret imani tash në fund që të ndërhyjë diçka mes meje dhe mes imanit edhe t'ia dorëzoj amanetin Allahut, jo si musliman. Dhe po ashtu përmendet për të edhe thuat se në fund kur filloi që çaj i than atij po qan sepse gjunohat i ke shumë, ndërsa rahmeti Allahut i than është i madh, pse po mërzitesh? Çfarë tha Sufjan al-Thauri? Sufjan al-Thauri tha po mendon tha se për gjunohat e mia po çaj? Tha jo, ta nuk i kam tha problem gjunohat e mia, sepse sikur ta dija që unë do të vdes me tauhid, do thot duke njësu Allahun azza wa jall, pa i përshkruajtur atij asnjë lloj ortakrie, tha nuk e kam problem, tha se si do ta takoj Allahun qofshin gjunohat e mia edhe sa male. Kështu ishin ata, e kishin vri përfundimin e keq.
krahasim me neve që ne nuk mërzitemi fare se si ndrojmë jetë. Bile edhe ka fundi i prishim edhe veprat e tona që kemi punu më herët, sepse normalisht ndikon dashuria për dunjon, dashnia për me qëndru çdo herë në këtë dunjë dhe me mbet i ri edhe pse ndoshta i ka pas 70 apo 80 vite, mirë po zemra shpreson, trupi angazhohet, megjithatë kaderi të Allahut s'ka mundësi për me ik, fundi do të vijë padyshim, e muslimani nuk duhet që ta korrite veten e tij, po duhet ta shpresojë takimin me Zotin e tij, që të takim sa më i mirë me Zotin e tij. Lutë Allahu që ta më prej tyre, wa qulu qawli Allahu astaghfirullahi li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Historikisht dihet që ka pas shumë njerëz të cilët përfundimin e tyre kanë pas të mirë. Për këtë dëshmon historia dhe dëshmojnë veprat e tyre që i kanë punuar ata për gjatë jetës së tyre. Ato janë të shkruar në për libra dhe ne zakonisht i lexojmë dhe rrallë herë ndalemi pak që ti meditojmë. Për shkak se një përfundim i mirë nuk kupton që jeta e tij ka qenë mirë, një përfundim i keq i një personi i cili ka ndruar jetë duke i bërë haram Allahut azza. Ka raste si që përvinur Kaimi shumë, për këtyre të cilët jeta e tij dikujt i ka shkuar në shah, edhe përfundimi i tij ka qenë shumë i keq. Se kur i kanë thonë atij thuaj shqiptoj fjalën la ilaha illallah, ai ka shqiptuar shah edhe mat. Sikurse çetri si që përvinur Kaimi thot ka pas për tyre që morën me muzikë, edhe në fund kreqjet e tij i ka shkuar ashtu dhe në fund ka ndruar jetë jo duke shqiptuar fjalën la ilaha illallah, po duke kënduar këngë, edhe duke kënduar do thotë gjëra të cilat Allah zotëri nuk është i kënaqur me to. Këto kanë qenë përfundime dhe ka edhe përfundime të tilla që dëgjojmë për çdo ditë. Mirë, po ka edhe përfundime të mira që dëgjojmë për disa njerëz që Allah zotëri me shpirtin disave në seshte, disave në xhami, e disave duke punuar vepra të mira, disave në haxh, disave në umre, ne nuk të shkojmë për ta qenë xhenetik. Po ne themi që kjo vepër ose kjo vdekje është një vdekje e cila shpresohet për të, që ka hajër dhe ka mirësi. Sikur që nuk themi për një person i cili ka vdekur në haram, se është xhenemli, po themi që kemi frikë për të se përfundimi i tij nuk ka qenë i mirë. Muhamedi, i biri i Aliut radhiyallahu anhu. Ka pas Alia radhiyallahu anhu gjallë, e tregon vdekjen e Alis radhiyallahu anhu. Thot Alia në momentet e fundit e porositi familjen e tij dhe bijtë e tij, dhe në fund fjalën e tij të fundit që e tha ishte la ilaha illallah dhe ashtu ja mori Allahu shpirtin atij. Anas ibn Sirin thot dëshmova prisha prezant kur ndroi jetë Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, në momentin e fundit na thoshte ma shqiptoni fjalën la ilaha illallah. Preferohet me ja shqiptu të vdekurit momentin e fundit fjalën la ilaha illallah. Nëse e shqipton, mos e nguc më shumë le. Le ta përfundoj jetën e tij me këtë dëshmi që fundi që ti till që mos flasë diçka tjetër jashtë asaj. E i thoshte atyre ma shqiptoni, edhe ata ja shqiptonin atij derisa në fund e tha la ilaha illallah, edhe në fund ja mori Allahu ashtu shpirtin e tij. Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, sahabi i njohur, fund e përfundoi jetën e tij duke thënë la ilaha illallah. Tha unë ta kisha frikën derisa isha i gjallë, me ty kam jetu, dhe me ty kam punu, dhe ty kam besu, tash po shpresoj. Fjala la ilaha illallah. Po ashtu thuhet për Ibrahim an-Nakhai, një prej parëve tanë, dietarëve të nej, thoshte që përfundimi i tij, se fjalët e tij në fund ishin la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kur ja nisi mu lodh, dhe ja nisi vetëm ja dhon shpirtin Allahut, ja nisi mi pasu fjalë se s'kishte mundësi për me shqiptu, edhe tha la ilaha illallah, wahdahu la ilaha illallah, edhe në fund Allah zotëri ja mori shpirtin atij. Ibn Mubareki kur ndroi jetë, para se ndroi jetë, ishte njëri që ja shqiptonte atij shahadetin. Dhe i thoshte thuaj la ilaha illallah, derisa dikur e shpeshtoi shpesh, edhe i tha Ibn Mubareki tha po mlodh ashtu. Edhe tha me këtë ka mundësi me lëndu një musliman. Tha shiko kur ta them la ilaha illallah, mo tjetë kjo e fundit, mos flas diçka pas asaj, se nëse flas nuk është e fundit. E fundit duhet patjetër me qenë la ilaha illallah. Edhe tha ashtu vepro, edhe ashtu ndodhi derisa Ibn Mubareki e shqiptoi pas asaj të thot la ilaha illallah, dhe kjo ishte fjala e fundit që e tha në këtë dunjë. Kur erdhi agonia e vdekjes te kadi te gjykatësit Tarablisit, ishte i njohur Ahmed ibn Abi Bekr el-Iskenderi, atëherë u mblodhën njerëzit rreth tij, u gëzu edhe filloi të thotë që të buzëqeshe, fytyra e tij filloi që të buzëqeshe, edhe i tha atyre shokëve që prezantuan, tha më përkrahni, më ndihmoni. Qëllimi ishte do thotë ma thuani, ma shqiptoni fjalën la ilaha illallah, ma kujtoni, sepse agonia e vdekjes nuk është e lehtë, është e rëndë. Kush mendon se është sikur se një lloj sëmundje e cila te kalon shumë lehtë gabon,
për shkak se është tepër e rëndë, pejgamberi sa ka pas vuajtje të rënda, e paramendoj qetë se sa vështirë që e kanë, e në ato momente, normalisht që kur dikush ja kujton, kjo është mirësi për te, edhe tha ma kujtoni, ma parkrahni dhe ma ndihmoni, sepse në këtë moment, këtë qatë shpirti ta ka vështirësi dhe ka luftë madhe, e atëherë tha nëse moshihni që kanë veksin musliman, tha përgëzohuni sepse Allah Zogjel nuk ja jep këtë mirësi çdo kujt, Allahu e udhëzon në Islam vetëm se atë që e do, dhe po ashtu do thot Allah Zogjel është ai i cili e meriton gjithë falënderimin që e udhëzon njeriu në rrugën e drejtë, edhe pas asaj i tha 30 herë la ilaha illallah edhe ndroi jetë. Ahmedi Gjali, një prej gjendve djetarit Abdulaziz bin Bazit, muftis mërshëm të Arabi Saudite, e tregon për babën e vetë. Edhe thot që fjala e fundit që ka thënë baba e jon, fjala e fundit që ka thënë baba e jon, ka qenë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pastaj ta u buzëqesh, i mbylli pasyt edhe nuk shkoi pak edhe tha ndroi jetë. Kjo ishte vdekja e bin Bazit rahimullah. Do thotë që veprat vlerësohen sipas përfundimit, e nuk vlerësohen sipas fillimit. Fillim ka mundësi me qenë shumë euforik edhe shumë punëtor, mirë po fundi e tregon çdo sen që ke pas brendësinë tënde dhe në zemrën tënde. Sa i ke qenë i sinqert, sa ke qenë punëtor dhe sa ke dashur Allah Zogjel, sepse fundi dëshmon për jetën tënde ti se ke jetu. Ai i cili ka përfundim mirë për të shpresuar mirësi dhe shpresohet për të xhennet të Allahut Zogjel. Në atë moment e vinë melekët e mëshirës, melekët e faljes, vinë e mëshirojnë, i marrin shpirtin ashtu si është më e mira dhe si është më e lehta dhe e çojnë për tek Zoti i tij, krahas atij që vdes duke qenë me përfundim të keq, ku vinë melekët e dënimit me pamje të ashpër, edhe shpirtin ja marrin formën më të keqe, formën më të përbuzur, e marrin e nxjerrin edhe çojnë deri te Zoti i tij që t'japë llogari, a Zoti i tij padyshim që është i xhemruar me ta. Andaj porosis vetëm edhe ju me këtë fjalë, me fjalën la ilaha illallah. Mirë po, ta kuptojmë domethënien e saj. Ta punojmë me të, ta besojmë ashtu siç duhet për mi besu, që të punojmë me të dhe ta shpresojmë momentin e fundit para se Allahu ta marrë shpirtin, e lut Allahun që na bën prej tyre që amanetin e japin Allahu, vetëm se si musliman, e lut Allahun që çdo musliman edhe muslimane të gjallë të vdekur Allahu të mëshiron. Wa qulu qawli Allahu astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.